Kjo shtëpi me rreth 300 metra katrore ngjyrosur jashtë me ngjyrë të hirtë të lehtë, të kombinuar edhe me të verdhë ndodhet në Prishtinë. Nga jashtë shihet që posedon 3 terasa, ndërsa dritaret e mëdha të kësaj shtëpie tregojnë për dashamirësinë për ndriçimin natyral. Padyshim që në kuadër të kësaj shtëpie është edhe kopshti. Edhe pse jo shumë i madh, është një hapësirë të cilën gjatë ditëve të nxehta pronarët e kësaj shtëpie e shfrytëzojnë maksimalisht. Prandaj ata kanë ndërtuar edhe një terasë e cila është e pozicionuar në një kënd të oborrit të kësaj shtëpie. Poj verës për një orë e kosit me atar kosën. E lullet më gjes për qona, si krejt gratë. Jo qymentat, jo sene, jo plaka, jo që terasë që to. E rregulloj mirë, dale pi kafen e mëngjesit. Kur është vera, dihet. Edhe që të rrim, kur na vinë mesht, musafir. Ka njerë shtrejt repezarin mrena, thot shoku, ja bre gruqit në ndër këtë veni këtu. Dalim këtu pra, boj muhabet, qef, është veni mirë, është veni qetë. Përderisa jashtë shtëpisë dominon ngjyra hiri dhe e verdhë, brenda me kombinimin e ngjyrës kafe dhe asaj krem, është krijuar një ambient krejtësisht tjetër. Kjo shtëpi ka 2 dhoma të ditës, ku dhoma kryesore është ajo e miqve, e cila është e mobiluar me mobilje klasike, ku përballë ulësve është televizioni i cili është i vendosur në murin e veshur me pllaka të cilat janë imitim i gurit. Ndërsa këtë dhomë bën të veçantë ndriçimi natyral i cili e shoqëron që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. Sa ma shumë dhoma me pas ndriçim është me mirë. Është edhe për fëmijë dhe për të rritun. Se i bjen dielli si të lind dielli deri në perëndim i bjen sallonit e dhomave, gjumit e gjithave. Edhe fëmija dimnit bjen borë, s'moj me i qitë, afrohen, peshojnë borën. Edhe rrizet e borës janë të mira për fëmijë. Ngjyrat e mobileve kemi shku, ka e kafta, ka e kremta, ka e henta, me qiton, nuk dojmë jaso shumë dhezda me konë. Se është salon, është për musafir, e për dhomatit më bëjnë tjetër, ngjyrat e qetra. Në këtë ambient është improvizuar edhe një komod dekoruese me ngjyrë Raffaello. Ndërsa për të krijuar një ngrohtësi më të madhe për mysafirët e shtëpisë, në dhomën e miqve është i vendosur edhe kamini, i cili shfrytëzohet vetëm në momente të veçanta, pasi që tërë shtëpia ngrohet me nxemje qendrore të vendosura nën pllaka. Kaminin e shfrytëzojmë veç për dekor ma shumë. Veç kur ka thonë ai sa me ja fshi qita gjome, asen se me të nxej shumë pak nxejmë. Se kemë nxemjen qendrore, e lëshojmë si vjetë, s'na ka roqa që me të shua ma pak. E këto veç për dekor. Kanë qef kur të vinë, edhe këgja shumë, edhe me njërtë kur të pash zjarmin, duket që nuk po nërtë. Kur të vinë meqt, kanë qef edhe me po është i bukur, edhe pak e njën veten ma mire, ma nxeten.
Në këtë hapësirë prej rreth 80 metra shkatror është e vendosur edhe trapezaria, ndërsa pranë saj gjendet edhe kuzhina digjitale, ku zonja e kësaj shtëpie, zonja Qamile, thotë se e kalon pjesën më të madhe të ditës. Një rëndësi të veçantë për një ambise padyshim që kanë edhe elementet e kuzhinës. Ky tet filxhanësh është i porositur enkas nga Turqia. Ma shumë shkon koha në kuzhinë. Jo mëngjesi, jo dreka, jo darka. Pak kom qef edhe fëmijëve m'ja bo, se cilit qysh e don. Dikush e don këto se hanë, jo e ha këto, po duhet për tonë me bo qefin. Edhe kom marak kuzhinën me vojt mirë, kom qef me pas hinte mira. Krejt kom qef për kuzhinë të mira, jam marak linë kuzhinë, që e si për shembull këtë servisin e filxhonave. Ne ka pru një e kemi porosit pe Turqisë. E kom maraks, s'jam nej veshin a shtrejta lirë, kur e pëlqej, edhe du me marë. Si krejt gratë. Për me fshi njusja, fshi qika, nuk fshi kur tjetër. Vetëm kuzhinën të endë. Tjetër sen zboj qitu o borin mos i tash ma heret, lullet qitu. Pa u larguar nga kjo hapësirë e shtëpisë, duhet të përmendim edhe disa elemente tjera përbërëse të saj. Për t'u plotësuar rahatia dhe bukuria e kësaj dhome, pronarët kanë vendosur edhe suvenir të ndryshëm. E në një kënd të kuzhinës është i vendosur një akuarium, ku peshqit të cilët janë të vendosur aty tashmë janë bërë si pjesë e kësaj familje. Ndërsa tani largohemi nga kjo dhomë për të vazhduar në hapësira tjera të shtëpisë. Kjo shtëpi ka 4 dhoma të gjumit, ku dhoma më e madhe në shtëpi është rreth 40 metra katror e në kuadër të së cilës është edhe një banjo. Pasi që në këtë shtëpi rriten edhe 2 fëmijë, dhoma atyre është edhe kuruar në atë mënyrë që ata të kenë një ambient më të përshtatshëm për të kaluar fëmijërinë e tyre. Në të gjithë shtëpinë janë edhe 3 banjo të cilat janë të mbuluara me pllaka italiane dhe spanjolle. Secila dhomë në këtë shtëpi ka dalje edhe në terasë. Ndërsa kjo shtëpi e cila gjendet në periferi të Prishtinës ka të vendosur edhe sistemin e sigurisë, për të cilën përkujdeset një kompani private e sigurimit.